Kush i ka lexuar dhe është mahnitur nga veprat e Agatha Christit, duhet jetë i lumtur për librin më të ri të sjellë nga botimet Living të mjeshtrit të misterit Richard Osman. Agatha Christie me një prekje moderne, libri Ne zgjidhim vrasje është një vepër e mbushur me mister, krim dhe të papritura. Në faqet e këtij libri, dashamirësit e leximit do të njihen me personazhin Steve Willery, i cili po shijon jetën në pension. Ndonse bën ende punën e çuditshme të detektivit, preferon të ndjek rutinën e zakonshme, kuicin në pjetoren e preferuar, të ulet në stolin e preferuar dhe të kthehet te maçoku që pret në shtëpi. Ditët e tij plot aventura kanë mbaruar dhe burimi i vetëm i adrenalinës që ka është puna e nusës së të birit, Emit. Amy Willery mendon se adrenalina është ushqim për shpirtin, mirëpo të punosh si truproj është e rrezikshme. Aktualisht ndodhet në një ishull të largët duke ruajtur shkrimtaren e librave bestseller Rosie D'Antonio, derisa një trup i pajetë dhe një çantë me para sjellin te lashe në parajs. Kështu, ajo i dërgon një mesazh personit të vetëm tek i cili ka besim. Ndërsa nisin një turne emocionues në mbar botën, a do të munden Amy dhe Stevie të mposhtin një vrasës? Ne zgjidhim vrasje, i sjell nga botimet Living, do t'ju bëj të fantazoni dhe të bëni pjesë e ngjarjeve emocionuese, teksa e shfletoni faqe pas faqeje në përpjekje për të zbuluar misteret që fshihen. Megjithëse premtja i dedikohet totalisht sugjerimeve dhe në hapjet e emisionit dham të sugjerimet tona për filmat, që hapësisht dedikohet të gjithë libër dashurësve, nëse ju keni kohë lirë për të marrë përsipër për të lexuar një libër ndoshta shumë interesant, ne kemi dedikuar këtë hapësirë totalisht Gjina Sarit, redaktore e botimeve Living. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirë se u Ti ke ardhur me sugjerimin e radhës, me një libër nga Richard Osman, Ne zgjidhim vrasje. Në fakt që në titull Në zgjidhim vrasje, autori fton gjithë dashamirësit e misterit dhe të krimit për të zgjidhur atë vorbullën që ka krijuar bashkë me personazhet e tij epik. Kishim fatin e madh në fakt ta sillnim për herë të parë Richard Osmanin në Shqip, është libri i tij i parë që përkthehet. Dhe mund të themi për çdo që ka dashuruar Sherlock Holmesin apo librat e Agatha Christit, është një ndërthurje fantastike e atyre bashkë me disa nuanca të modernes. Që në faqen e parë në fakt na zbulohet një vrasje misterioze e një influencuesi fitnessi. Libri kohëve moderne. Po, madje një nga risitë më të mëdha të këtij libri është përdorimi i ChatGPT-s. Një personazh enigmatik, për të mos zbuluar asnjë nuancë të karakterit të vet, i vendos disa letra që ai shkruan, i vendos në ChatGPT për t'i dhënë atë formën ose atë shplarjen që i bën ChatGPT-ja, zhveshjen e nuancave që karakterizojnë njerëzit. Zgjidhja e vrasjeve është një biznes familjar. Lexohet në pjesën e pasme. Kemi dy personazh në fakt, kemi Steven dhe Amin. Stevie është vjeri i Emit dhe çuditërisht ka një marrëdhënie të jashtëzakonshme me nusen e vet që nuk e ka me të birin. Nuk mund të themi se i ka bashkuar vetëm profesioni që ata kanë pasur, duke qenë se Stevie është një ish detektiv, tashmë në pension, ndërsa Amy është një truproj në një kompani sigurimi. Kur Amy ndodhet përballë kësaj vrasjes që na zbulohet që në faqet e para, që dashur pa dashur lidhet edhe me dy vrasje të tjera, po në kushte misterioze, ajo kërkon ndihmën e vjerit të saj, Steven, i cili dal në pension, po sërish cimën e profesionit e ka. Po, patjetër, ai madje vazhdon ende të ketë një agjenci të veten që merret me çështje misteri dhe me ato që është marrë gjatë gjithë jetës së vet. Okej, kemi një fjalja e parë nisë e këtij libri. Duhet lësh sa më pak gjurmë, ky është rregulli i vetëm. Kanë lënë pak gjurmë ata në cilët kanë kryer këto krime? Këtu çdo faqe, çdo kapitull, pavarësisht se kanë lënë gjurmë dhe shumë pak, prap dashur pa dashur, ne na vendosen gjurmë të tjera, na hapen shtresa të reja të historisë, ku çdo personazh del i dyshimt, çdo ngjarje duket shumë e vërtet, gjithashtu edhe shumë e dyshimt, dhe kur zgjidhen të gjitha ato pikpyetjet në fletët e fundit, sigurisht edhe ne nuk mund të ndihemi disi detektiv të paaftë që nuk kemi ecur me të njëjtin ritëm si detektivet në fjalë. Gjina, zakonisht në
prodhimet kinematografike, apo edhe libra, zakonisht ta superheronjt, apo protagonistët e këtyre nismave janë të rinj në moshë, pamëshirshëm, fuqishëm, shumë të mpredh. Por në këtë libër, Ne zgjidhim vrasje, kemi të bëjmë me një pensionist, ai është superheroj i gjithë fabulës. Gërshetimi në faktësi... Ka një mesazh pas kësaj, ndoshta ti mund bësh gjithçka e ti mund të jesh Sherlock në çdo moshë. Në çdo moshë, patjetër. Stevie është mishërimi i përsosur i kësaj që sapo tha Syriani, sepse pavarësisht se ai ka dalë në pension, bën atë jetën si çdo pensionist, edhe gruaja i ka vdekur dhe bën një jetë të vetmuar. Pra ka një kafe të preferuar, ka një stol ku qëndron, të preferuar, edhe pavarësisht se e shijon atë jetën në pension, sërish nuk i ndahet shpirti nga puna që ka bërë gjatë gjithë jetës së vet, dhe bashkë me nusen e vet Emin, që ka një shpirt shumë të fuqishëm për të zgjidhur mistere apo vrasje që ajo. I bashkon profesioni paksa. I bashkon, por si që përmenda pak më parë, nuk është vetëm profesionin që ata i bashkon, sepse është një lidhje shumë interesante që ata të dy kanë me njëri tjetrin. Por ti s'do ta zbulosh për ne. Në fakt, nëse e zbulojmë, do t'i... Kam zbuluar gjithë librin. E drejtë. Nisur nga shijet e lexuesve të rregullt të botimeve Living. Nuk është i pari autori i cili shkruan në thriller dhe besoj keni lexuar edhe kërkesën e të gjithë atyre që janë lexues të rregullt tek ju. Agatha Christie me një prekje moderne. Autorë të tjerë të cilët japin të njëjtën shije për sa i përket gjetjes si një vrasës. Do të përmendja Daniel Silven, që më shumë është vrasje, krim dhe spionazh. E njëjtë edhe të librat e Richard Osmanit është që ndërtojnë personazhe shumë të mirë, siç është Stevie, Amy, që është një seri krejt e re, ndryshe nga një seri tjetër që autori ka ndërtuar më përpara, që pavarësisht ngjarjeve të ndryshme, personazhet janë aq epik sa mbeten të njëjtë në të gjithë librat. Dhe Daniel Silva këtë gjë ka bërë edhe në librat e vet, me personazhin e tij epik Gabriela Lonin, që vendoset në situata dhe në ngjarje nga më të ndryshmet. Shëndet. Shëndet paçi. Fjalë vërtet. Fjalë vërtet. Zhvendoset në situata dhe në rrethana nga më të ndryshmet, por sërish është ai dhe një rreth i tij ngushtë epik që e bashkon në të gjitha ngjarjet. Dhe besoj kur autorët arrin të ndërtojnë një personazh kaq të mirë, siç ka ndërtuar dhe Arthur Doyle i Sherlock Holmesin, lexuesit apasionohen më shumë pas ngjarjeve, sepse kanë në kokë... Sepse kështu ndërtohet një sag. Po. Dhe sagat gjithmonë bajnë të gozhduar lexuesin, shikuesin. Por vetëm se këto sagat kanë atë të mirën e tyre që mund të lexohen dhe veçmas, dhe jo në një renditje kronologjike. Me Sherlockun e kemi parë filma, kemi parë një mega serial që është e vërteta, mund të ndodhë edhe me këtë botim që nesër të shohim një prodhim kinematografik. Duke qenë se është edhe goxha modern dhe ka nuanca shumë të veçanta të stilit të krimit dhe të misterit, besoj se do të ishte një realizim shumë i mirë kinematografik. Gjona, Ne zgjidhim vrasje është përkthimi fjalë për fjalë i titullit të librit apo është gjetur një ekuivalent? Jo, titulli i librit është We Solve Murders. Pra, është përkthim i titullit, nuk është gjetur një ekuivalent. I shkonte shumë bukur në fakt Ne zgjidhim vrasje, se ka pasur edhe plot raste kur përkthimi në shqip ka ardhur disi ndryshe për të përshtatur shumë librit, por ky ishte një goditje e përqendruar për titullin dhe për gjithë atë esencën që mban Ne zgjidhim vrasje. Pak ditë më parë folëm për shëndetin, sot po flasim për thriller dhe mister. Nuk e di javën tjetër mos flasim për dashuri, vallë, për romanc, apo do presim dhe pak? Besoj se po, nëse libri i radhës do të dalë këto ditë, besoj do të kemi një libër shumë interesant mister dhe pak historik. Mirë, na tregoni pak për planet që botimet Living kanë tani, na zbulot diçka. Patjetër. Nëse siç thash, ky libër i ri që do të dalë këto ditë. E ka në dorë koha këtë. Po. Është libri Kurora e Mesnatës nga autorja Sara J. Maas. Nuk e di nëse e mbani mend, kemi folur për librin e parë të serisë Froni prej xhami me Selena Sardotinin. Do të dalë edhe ringritja e Omarit, po, është libri i dytë që ne kemi sjell nga i njëjti autor, që është kryesisht për fëmijë të moshës 12-13 vjeç. Dhe shumë shpejt do të dalë edhe një libër, Libraria e humbur, që mbledh bashkë të gjithë libërdashësit, ata që e kanë gjetur veten mes faqeve të librave, që janë dashuruar nëpër librari apo nëpër biblioteka të ndryshme. Dhe besoj do të kemi një bisedë goxha interesante, duke qenë se këtë librin e kam përkthyer unë. Dhe jemi në brendin e librit dhe ndjen akoma. Ne presim të takohemi
për të folur edhe më gjatë. Gjojna, gjithmonë kënaqësit. Faleminderit shumë për sugjerimet e përjapshme që sjell në këtë studio. Mezi presim takimin e radhës. Për t'i dërguar tek lexuesit. Ne Gjojna do i marrim ndonjë sugjerim tani më një herë për diçka që mund të lexojmë edhe vetë, ndërkohë që publikut i themi shihemi pas pak.